musliman, shumë njerëz e kanë pranu islamin për shkak namazit. Ti musliman e le namazin. Sa njerëz na transmetohet që ka qenë një jahudini që i fut në Egjipt, edhe e pranoj islamin para si disa vite. E pyetën dhe ata dhe i thanë, çka të bani ti e që me pranu islamin? Tha namazi, namazi muslimanve, s'kam pa din, s'kam pa fe cili ka regulore, cili qithë qëndrojnë, gaditu dhe qenë, para Allah subhanahu wa ta'ala. Ajo që mbani me pranu islamin, ishte namazi. Vllai dashur musliman, qert po e pranojnë islamin për shkak të namazit. Ti islamin e ke, edhe ati ja ki këthi shpinën duke la namazin. Ti e policia kur t'nali dhe thot a i e filoni biri filonit, thot po dëshmo se e filoni biri filonit, edhe letër njoftimin e nxerr pi xhepit dhe i gallxon se kjo është argument se unë jam filoni biri filonit. Para Allahut pa letër njoftim s'ka, para Allahut pa namaz nuk ka. Dëshmia që dëshmon se je musliman është namazi. Pa atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka porosit namaz, edhe Afrikë ma shumë për ometin e vetë, se po e len namazin, e pastaj ndoshta ki ban të mira në këtë dunja, del për Allahut pa namaz. Ndëgjoj vllai dashur musliman, hadithi që transmetohet prej anës së Allah subhanahu wa taala, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: awwalu ma yuhasabu al-abdu bi yawm al-qiyamah, për punën e parë që ki e mu pit në ahiret, ka thonë do t'jetë namazi. Nëse namazin e kanë regull, kanë mu ju pranu dhe vepra tjera. Nëse namazin se kanë regull, s'kanë për t'ju pranu dhe vepra tjera. Pra vllai dashur musliman, a ka ma ketë se me shtetësu Allah në kolele namazin? Allah ka dhënë falu ki se falë. A nuk ka shtetësim kjo për Allah? A nuk është ki me sikun me bon hajgare me urdhin e Allah subhanahu wa taala? A ka shtetësim ma të madh për pejgamberin alayhis salam, i cili në momentin e fundit u ndante prej kësaj dunjaje, porosit te ummet namaz, e ti nuk e ban, nuk e merr këtë vasijet dhe nuk e çon në vend. A nuk ka kjo shtetësim për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? A ka shtetësim ma të madh? A ka më shtetësim ma të madh se me ja kthi shpinën urdhat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, urdhave të Allahut dhe urdhat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Pa ata Allahu të ban selam, ktheu në namaz, filloja namazin dhe krije këtë obligim para se të vend dënimi Allah, e pastaj nuk ka shpëtim dhe nuk ka kthim. Ban namaz para se të ngurtet korrizit. Allahu ka thonë Kurani Kerim, atë ditën e gjikimit do turnohen ato që i kanë thonë vetës musliman me i bo Allahut sejdë, tentojnë gjithë Allahut sa të mi bo sejdë, e shofin se pasuria e cila e ka dalë prej namazit,